në këtë edicion do të ndiqni. Pas 3 tentimeve, Senati në Universitetin Femi Agani voton kalendarin akademik për afatin e janarit. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë njofton heqjen nga tregu të formules ushqimore për poshnje Aptamil. Hapet ekspozita tematike, kujtesa në fotografi, xhamit e shkatruara në Bosnjë dhe Hercegovinë, si dhe Kosovë gjatë viteve të 90-ta. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Studentët e Universitetit Femi Agani në Gjakov nga sot e deri më 28 janar do të kenë mundësinë e paraqitjes së provimeve për afatin e janarit. Pas të reagimeve të rektorit Drilan Bunjaku dhe organizatave studentore brenda universitetit, Senati pas 3 tentimeve ka arritur të votojë kalendarin akademik 2025-2026. Pas kërkesave të vazhdueshme nga ana studentëve, studentët e Universitetit Femi Agani në Gjakov nga sot dhe deri me 28 janar do të kenë mundësi paraqitjen e provimeve në SMU për afatin e janarit, ndërsa provimet mbahen nga 29 janar e deri me 14 shkurt 2026 sipas orarit të përpiluar nëpër fakultete përkatëse. Senati pas tentimit të tretë ka miratuar hapjen e afatit të rregullt të provimeve të janarit, duke garantuar ushtrimin e një të drejtë themelore akademike për studentët. Ndërkohë, në një reagim publik të rektorit Drilon Bunjaku, thuhet se senatorët kanë reflektuar duke vepruar në përputhje me përgjegjësitë e tyre institucionale dhe duke ndaluar cenimin e mëtejshëm të drejtave të studentëve. Ky vendim është marrë duke vendosur interesin e studentëve dhe stabilitetin akademik mbi çdo dallim tjetër. Kujtojmë se në këtë universitet në 10 ditët të fundit ka pasur disa reagime nga rektori Drilon Bunjaku në lidhje me mosvotimin e kalendarit akademik për vitin 2025-2026 nga ana e Senatit, ndërsa në anën tjetër nga Senati kishin deklaruar se miratimi i kalendarit ka ardhur me vonesë, pretendime këto që rektori Bunjaku i kishte hedhur poshtë. Reagime kishte edhe nga strukturat e organizatave studentore, të cilët me çdo kusht kërkonin që afati për vlerësimin e studentëve të hapej sa më shpejt, pa anuar nga asnjë palë. Këta të fundit përmes takimeve dhe rrjeteve sociale kanë ngritur zërin qartë me vendosmëri dhe me përgjegjësi të plotë, duke kërkuar jo vetëm një premtim, por një zgjidhje konkrete e cila u bë mundur tek sot. Për situatën e krijuar në ditët e fundit në Universitetin Femi Agani në Gjakov, ka raportuar disa herë edhe Medium Ynë, duke u përpjekur që në mënyrë transparente të ju jep hapësirë mediale të gjithë akterëve të përfshirë në vonesat për hapjen e afatit të janarit. Dëmtimet e hapësirave publike në rrugët e qytetit, por edhe në parë që nuk janë raste të rralla në Gjakov. Së fundmi, kamera e televizionit Syri ka regjistruar imazhet e disa dëmtimeve të bëra në parkun e qytetit. Këto dëmtime natyrshëm edhe mund të zbehin funksionin e parkut, e gjithsesi edhe t'ja humbin pamjen që do të duhej ta kishte parku i qytetit. Parku i madh i qytetit po përballet me dëmtime të ndryshme. Ditë më parë raportuam për disa pjesë metalike të rrezikshme që ishin të vendosura në tokë, ndërsa tashmë ato veçse janë larguar. Sot aty shihet se gjelbrimi është dëmtuar, disa nga karriget e parkut janë të dëmtuara, ndërsa në disa pjesë vërehet hedhje e mbeturinave në vende jo adekuate. Kjo situatë po ndikon negativisht në pamjen dhe funksionin e parkut si hapësirë publike për qytetarët. Medium Ynë ka raportuar disa herë për dëmtime të ngjashme që ndodhin në këtë pjesë të qytetit. Është shumë e rëndësishme që të mos shkaktohen dëmë në hapësira publike, pasi ato duhet të riparohen me taksat e qytetarëve. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë ka kërkuar tërheqjen e menjëhershme nga tregu të produktit Aptamil AR2, që përdoret si ushqim për foshnjë. AUV mes tjera ka bërë thirrje te konsumatorët që të mos e përdorin produktin dhe të njëjtin nëse e posedojnë ta kthejnë në pikat e shitjes.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë përmes një komunikate për opinionin ka njoftuar se përmes sistemit të alarmimit të shpejt për ushqim dhe ushqim për kafsh, ka pranuar njoftimin me numër 2026-0598 lidhur me produktin ushqimor për foshnjë Aptamil dhe në një seri të këtij produkti, i cili përdoret për qëllime të veçanta mjekësore, është identifikuar prania e substancës cereulide dhe është kërkuar tërheqja e menjëhershme e produktit nga tregu. Duke qenë se niveli i rrezikut është konsideruar serioz, AUV në bashkëpunim me kompaninë importuese ka ndërmarrë masa të menjëhershme për tërheqjen nga tregu të Aptamil AR2, formulë ushqimore për foshnjë. AUV mes tjerash ka bërë thirrje tek konsumatorët që të mos e përdorin produktin dhe të njëjtin nëse e posedojnë ta kthejnë në pikat e shitjes. Rrjeti i dyqaneve Hoffman Stores ka hapur dyert sot edhe në Gjakov, me një gamë të gjerë produktesh nga kozmetika, higjiena dhe kujdesi personal. Në hapësirat e dyqanit mund të gjesh pafund produkte cilësore dhe konkurrues në treg. Sot, në qytetin e Gjakovës, ka hapur zyrtarisht dyert Hoffman Stores, një dyqan që ofron një gamë të gjerë produktesh në fushën e kozmetikës, higjienës dhe kujdesit personal. Hoffman Stores sjell produkte nga marka të njohura ndërkombëtare, duke përfshirë kozmetik, kujdes për lëkurën dhe flokët, parfuma, produkte higjienike si dhe artikuj për përdorim shtëpiak dhe kuzhinë. Dona Zeka Seremi, menaxheri kësaj pike në Gjakov, tregoi më shumë detaje rreth hapjes së Hoffman Stores. Në pikën më të re të Hoffmanit, Hoffman Store në Gjakov, gjeni shumë asortiment. Është duke ja nisë prej impulsives, që ka produkte ushqimore, janë me proteina, të vazhdu të hair care, janë shampunat, është higjiena shtëpiake, sanë që duhen çdo shtëpie, kena botën e bebave, që përmban krejt produktet për beba, është bota meshkujve, bota femnave, ku ka skin care, është derma, janë produktet korone, të vazhdu me make-upin që janë edhe brendet e njohura Tirtirit, e kena Selman, është Maybelline, L'Oreal, Catrice e lloje tjera. Zbritjet e kena 3 ditore për momentin, është rasti hapjes së pikës së re në Gjakov, e kena për çdo produkt, edhe pse ka zbritje është ekstra 15% të orka. Mes tjerash, menaxherja foli edhe për metodën e skin test që ndodhet brenda objektit, një shërbim inovativ që ndihmon klientët të zgjedhin produkte më të përshtatshme për lëkurën e tyre. Skin testi është e re në qytetin e Gjakovës, pasi që nuk është shumë e përhapur nëpër pika. Produktet, shumica që propozohen mbas arritjes së rezultatit munden mi gjetë në pikën tonë. Skin testi bëhet prej personave adekuat që janë trajnuar për këtë pjesë. Edhe për flëndzat që takun, Hoffman Stores në Gjakov ishte zgjedhja duhur për këtë qytet, duke sjell një ofertë të pasur dhe të larmishme për të gjithë qytetarët. Mu vjen mirë që është hapur edhe një pikë e re e rrjetit dyqaneve Hoffman edhe në Gjakov. Unë jam e Prishtinës, edhe kemi Hoffmanin në Prishtinë, edhe duke marrë parasysh gamën e produkteve që e posedojnë, edhe pse mos me qenë edhe në Gjakov një pikë e Hoffmanit. E sidomos sot ku e dim që në ditën kur hapet Hoffmani është me 15% zbritje. Për fund, kjo hapje u mirëprit edhe nga qytetarët e Gjakovës, të cilët tashmë kanë mundësi të kenë qasje në produkte të cilësisë së lartë dhe shërbime të reja brenda qytetit të Gjakovës. Ora edukatës fizike në shkollën Mazlum Këpuska prej disa muajsh zhvillohet në hapësirat të sallës së re, e cila tashmë është në funksion. Derisa nxënësit dhe mësimdhënësit zhvillojnë aktivitete të shumta në këtë mjedis sportiv, drejtoresha Jeta Mati Bakalli ka folur edhe për disa nga sfidat që shoqërojnë punën në sallën e re. Në shkollën e mesme të ulët të Mazlum Këpuska në Gjakov, para një viti është bërë përurimi sallës edukatës fizike, një hapësirë që për një kohë të gjatë i kishte munguar këtij institucioni arsimor. Sot ekipi ynë ka vizituar këtë ambient për të parë nga afër se si po zhvillohet procesi mësimor në sallën e edukatës fizike. Drejtoresha shkollës Jeta Mati Bakalli ka ndarë më shumë detaje rreth funksionimit të sallës dhe rëndësinë e saj për nxënësit.
Salla e edukatës fizike është një përparësi shumë e madhe kohëve të fundit, domethënë jemi shumë të kënaqur me funksionimin e saj, sepse dihet që shkolla jonë nuk ka pasur deri më tash edukatë fizike që i plotson kushtet. Mi pas një sallë shumë të vogël e cila që na ka jap mundësi sa mos me humb ora mësimore. Mirë po, sot kemi një sallë e cila i plotson të gjitha kushtet, është funksionale. Mjetet i kemi të gjitha dhe besoj që edhe nxënësit edhe mësimdhënësit e edukatës fizike janë të kënaqur me këtë sallë që tashmë veç është një pronë jona. Drejtoresha Mati Bakalli tregoi rreth sfidave me të cilat përballet kjo sallë. Sfidë është ende një sfidë shumë e vogël, ndoshta është e tejkalueshme, mirë po për shkak që kemi një ndrim, ne nuk mund ta lejojmë ngrohjen të jetë 24 orë dhe për shkak se salla e ka ngrohjen e veçantë me pompa termike, ajo pakës po kushton. Mirë po besoj që edhe me këtë mund t'ja dalim në ndihmë me drejtorinë komunale të arsimit. Mes tjerash për përfitimin nga kjo sallë ka folur edhe nxënësi Haris Cërca, i cili tha se nxënësit po shfrytëzojnë këtë hapësirë për aktivitete të ndryshme sportive. Jemi shumë të lumtur që u marru, është edhe bukur dhe kemi krejt mjetët që mujnë u ushtru, kemi topa, kemi krejt mjetët me kosh, me rjet të volejbolit, kemi krejt një mjetët që a i nevojitën në zonë si të shkollës mas dhënë këpuska. Sportet që më pëlqenë mas shumë të më lutë në këtë sallë është volejboli, mas shumë të më pëlqenë që kjo, se edhe bashkëpunojmë e knaqem. Ndërsa mësuesja e edukatës fizike Flora Domi, e cila njihet për përkushtimin e saj, theksoi rëndësinë e aktiviteteve sportive dhe lojrave të ndryshme në zhvillimin fizik dhe social të nxënësve. Bashkësia Islame në Gjakov në bashkëpunim me Riasetin e Bashkësisë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës kanë hapur sot ekspozitën tematike me titull Kujtesa në fotografi, xhami të shkatruara në Bosnjë dhe Hercegovinë si dhe Kosovë gjatë viteve të 90-ta. Ekspozita është hapur në Galerinë e Arteve në Gjakov. Në Pallacin e Kulturës Asim Vokshi në Gjakov, sonte është hapur ekspozita tematike fotografike kushtuar xhamive të shkatëruar në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Kosovë, një ngjarje kulturore që synon të ruajë kujtesën historike dhe shpirtërore të trashëgimisë islame. Kryeimami i Bashkësisë Islame në Gjakov, Visar Koshi, zbuloi qëllimin e kësaj ekspozite. Bashkia Islame e Republikës Kosovës së bashku me Riasetin Islamik të Bosnës kanë organizuar do të thotë me këto fotografi që nuk janë vetëm foto, por më shumë është një lloj ndërgjegjësimi i popullatës për mos të harruar historinë e tyre, e cila ka ndodhur në këto vende. Koshi bëri të ditur edhe mesazhin përmbajtësor që përcillet përmes këtyre fotografive. Këto janë vetëm disa prej fotografive të cilat tregojnë do të thotë ato që kanë lënë pasojat e pas luftës, e me të cilat populli jonë nuk i harron dhe e ka të shkruar në histori dhe në këto fotot të cilat janë ekspozuar sot. I pranishëm në këtë ekspozit ishte edhe drejtori i Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame, Sabri Bajgora, i cili theksoi rëndësinë e këtij organizimi veçanërisht për gjeneratat e reja. Ekspozita sotme tregon se ne duhet që gjeneratat të reja tu tregojmë se çfarë kemi përjetuar neve si popull nga një armik i përbashkët, i cili sot e kësaj dite ka ambicie të tilla ndaj neve shqiptarëve, sepse gjeneratat e reja duhet të dinë të kuptojmë se me kë kemi pas edhe me kën ata do të kemë punë ndoshta në të ardhmen. Ekspozita organizuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës në bashkëpunim me Riasetin e Bashkësisë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës, përmes fotografive autentike dhe mesazheve të forta vizuale, përcolli dhimbjen, kujtesën dhe qëndresën e objekteve të shenjta të shkatruara gjatë luftrave, duke rikujtuar rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë fetare dhe kulturore. Përkundër performancës së mirë, basketbollistët e vllazërimit në cilësinë e mysafirit nuk ja dolën të fitojnë kundër Golden Eagle Ylli, ku këta të fundit triumfuan me rezultat 90-86. Një
Gjiro e zjarrt me ndeshje fantastike. Klubi basketbollit Vllaznimi ka shënuar humbjen ndaj Nikoqirëve, klubi të basketbollit Golden Eagle Ylli, në ndeshjen që u mbajt mbrëm në palestrën 13 qershorin në Suharek. Therandasi treguan aftësi duke përmbyllur kështu ndeshjen me fitore me rezultat 90-86. Përkundër performancës së mirë të lojtarëve, kuqezint nuk ja dolën të arrijnë fitoren në këtë ndeshje. Nga kuqezint për lojë më të mirë u dalluan lojtarët Jericho Helms me 22 pikë, 7 kërcime e 2 asistime, Ziggy Reid me 22 pikë, 7 kërcime e 1 asistim dhe Yor Ani me 20 pikë e 3 kërcime. Me këtë lojë Vllaznimi ka 5 fitore e 12 humbje, ndërkaq Golden Eagle Ylli 8 fitore e 9 humbje. Golden Eagle Ylli me vërtet ndajshëm një ndeshje fantastike. Në vazhdim të ndjekim parashtrikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi të ndjekim edhe një herë titull kryesor të këtij edicioni. Pas 3 tentimeve, Senati në Universitetin Femi Agani voton kalendarin akademik për afatin e janarit. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë njofton heqjen nga tregu të formules ushqimore për poshnjë Aptamel. Hapet ekspozita tematike, kujtesa në fotografi, xhamit e shkatruara në Bosnjë dhe Hercegovinë, si dhe Kosovë gjatë viteve të 90-ta. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Miropafshim.